Ky podcast u mundësua nga Bit Investment Group, Tushi Tenda, Eagle Rent, Big Brother VIP Boutique Shkodër. Klevjo, ka vënë ai Klevjo masoni. Kozaku i ka vënë emrin djalit mason. Ka shumë njerëz të cilët hiqen si mason, shtiren si mason, masonët e kanë të detyrueshme të besosh në Zot. Okej, super. Unë duhet të bëj mason, si mund të bëj? Marine Meksi, masoneria dhe Illuminati. Kush është masoneria me pak fjalë edhe kush është Illuminati me pak fjalë? Edhe Illuminati a ekziston edhe cila është ndryshimi mes tyre dy grupeve edhe ngjashmëria? Masoneria është urdhri më i vjetër i njerëzimit, urdhri numerikisht më i madh dhe i kudondodhur. Është garancia dhe ndërgjegja e vetë njerëzimit, është ai urdhër i cili bëri të mundur kthimin e të gjithë pllakës së historisë dhe gjithë ndryshimet më të mëdha pro-demokratike, pro-humaniste. Ndërkohë, Illuminati është një nga nëndegët, si ta quaj, të masonerisë, madje shpesh herë njerëzit i ndërthurit, sepse vetë Illuminati është një, dhe jo vetëm Illuminati, ka masoneria është baza e të gjithë shoqërive të ashtu quajtura okulte, të cilat kanë në parim njeriun, kanë në parim humanizmin, kanë në parim vllazërinë, lirinë dhe barazinë. Illuminati është, si të them, krau i operativ i masonerisë, dhe pse shpeshherë në histori e gjejmë si në ndeg, e gjejmë si ndërthurje midis masonerisë autentike, masonerisë të vjetër, prandaj ne e quajmë masoneria e lashtë dhe e pranueshme, dhe si të them janë dy drejtza të cilat ecin paralelisht në histori. Shpesh herë as vetë ne nuk mundet të ndajmë, sepse bëhet fjalë gjithmonë për parime, të cilat janë aq të ngjashme dhe aq të përbashkëta, por që aktivizohen në periudha të ndryshme të caktuara të njerëzimit. Pra po më thuhet që Illuminati është deg e masonerisë. Është deg e masonerisë. Okej. Illuminati është deg e masonerisë. Ai i vetëdijshëm për çfarë, me fjalë, masoneria çfarë përshtypjet i lën popullit të gjanë përgjithësi. Ai popull që nuk e din, nuk ka marrë informacione, edhe kreu një përshtypje për masonerinë. A mund t'jap thjesht një shembull ta dje kur po fliqim bashkë, që konfirmume për podcastin, edhe këtu te Xhyra, po fliqa me kolegë tjerë se janë se punojnë gjithë në real estate edhe kolegë tjerë të punës, edhe po thosha do vinë nesër Marine Meksi, edhe filluam me këto Illuminati, masoneria, kështu. Një nga çunat, a din që po thote? Ja mor, lënë mor, ata janë kështu mor, ata besojnë në drejtshëm, nuk kanë fe mor, nuk kanë zot ata mor, edhe e kanë fjalën është ky perceptimi i dikujt që nuk e din tamam ç'a është masoneria, ç'a do të thotë ti je mason, edhe ka një perceptim për këtë gjë, edhe ti tash nuk mund t'i thush ti personit që shiko, para se me fol te kjo temë, ty duhen të paktën 10 orë dokumentar ti shifsh, të paktën 10 orë dokumentar që ti kryesh një ide. Edhe përsëri do mbetet po me atë ide. Kjo ka ndodhur për arsye se shoqëria njerëzore është drejtuar nga shoqëri, nga lider autokrat, nga sisteme qeverisëse të cilat kanë qenë me qendër, po them, të përqendruar në dorën e një individi apo një grupi të vogël individësh kundra humanizmit, kundra njerëzimit. Dhe këtu flasim për papatin në periudhat e tij më të errta, në periudhat e inkuizicionit, flasim për monarkitë gjakatare, flasim për nazizmin, fashizmin, komunizmin, të cilët armikun e tyre më të madh kishin masonerinë e lirë. Sepse masonët ishin ata njerëz të cilët kryesisht ishin njerëz të filozofisë, së artit, të shkencës, murator, dhe kuptohet që ishin njerëzit më sensitiv ndaj shtypjes, ndaj dhunës së humanizmit, dhe ishin ata që projektuan dhe ndërtuan
revolucionet më të mëdhaja të njerëzimit, të cilët bën të mundur kthimin e pllakës dhe përmbysjen e regjimeve totalitare. Dhe padyshim, duke qenë masoneria armiku i madh i pushteteve gjakatare, sigurisht masoneria ishte detyruar të vepronte në mënyrë të fshehtë, nuk mund t'i dilte ballazi armiku më të madh, padyshim, dhe makina e propagandës ishte në duart të këtyre pushteteve dhe armikun e tyre më të madh, papati e çkishëroi masonerinë. Nazizmi e kishte, do me thënë, ku t'i gjente dhe t'i persekutonte dhe t'i vriste, madje në atë kohë, ajo që njihet si lulja Mos më haro, që është një lule me blu, bojqelli, dhe vendosej për të identifikuar masonët njëri tjetrin. Kështu dua të them që e para punës fshehtësia e tyre, kur njerëzit nuk kanë. A menon se ti, fshehtësia, a menon se ti për veti, si Marin, nga me intervistat tuaja, me daljet tuaja, ke arrit t'ja ndryshosh perceptimin popullit një farë mënyrë, si ta mora si rast edhe perceptimit që është e ka për shumë ndaj tjerëve. Ti personalisht mendoj se në momentin që dikush del me zë dhe me figurë, pra unë nuk pretendoj të ndryshoj mendjen e njerëzve. Jo, një formë. Ama, padyshim, unë pretendoj që kur njerëzve i shfaqen me zë dhe me figurë, pra e kanë të dukshëm dhe të prekshëm një mason, për më tepër që unë vi me një background të një zyrtari të shtetit shqiptar, të një sportisti elitar, të një pedagogu, të një historiani, dhe unë eci për ditë rrugëve të Tiranës, pra nuk është një figurë e mistershme që ty i lë fantazisë tënde. Jo vetëm figurë, por edhe misioni, edhe ajo çfarë, me fjalë, nuk jam ai personi që ti mendon, ose nuk kemi ne këto fantazinat që ju krijoni, jo mason do t'jenë kontrollojnë botën, bajnë këtë, bajnë. Unë shkoj 8-5 në punë si gjithë të tjerët. Nuk jam as milioner, as miliarder, as multimiliarder, nuk jam as ministër, as kryeministër, as president. Jam një zyrtar i thjesht, një diplomat i shtetit shqiptar. Unë nuk kontrolloj as shpinën time e jo më të kontrolloj botën apo Shqipërinë. Ndaj po them që këto, kur ti del me zë dhe me figurë, dhe tregon masonerinë se ç'është në aspektin historik, shkencor, filozofik, ezoterik, kur ti tregon arsyeën që pse është kjo krijuar kjo ide, ky konnotacion negativ për masonerinë, misteri beson? Patjetër, kur ti tregon emrat e njerëzve më të mëdhenj të njerëzimit, si të Shqipërisë, të vendit tonë, të cilët kanë bërë të mundur, ju keni atje, do me thënë, dy figura të shquara të kombit tonë dhe për më tepër Ismail Qemali, babajin po them pavarësisë së vendit, ishte mason, rilindasit tanë ishin mason kryesisht, dhe kur ti tregon që George Washingtoni, babai, ishte i kombit amerikan, Abraham Lincolni, dhe 13-15 presidentët të tjerë shtetit bashkuar ishin mason, Mozarti, Beethoven, Van Goghu, Picasso. Pra, apo revolucionarët më të mëdhenj që bën të mundur kthimin e rrotës së historisë drejt humanizmit, drejt demokracisë, njerëzit ndoshta sadopak fillojnë dhe arrin të kuptojnë, pra gjithë sekreti është që ti atë gjë që ti e percepton është ta logjikosh, ta ndjek. Do me thënë, pse qen ka masoneria? Është nga pa informimi, është nga pa informimi edhe nga informimi i gabum, sepse në qoftë se unë do shoh një dokumentar që do të më thotë që masoneria është e keqe, atë dokumentar nuk e di kush mund ta ketë, nuk e di se çfarë, edhe në këtë gum informacioni, ku bazohet ai dokumentar, ai thjesht e bën atë lloj dokumentari thjesht për disa klikime, edhe një dokumentar të tillë të shohun, unë do krijoj përshtypjen se masoneria është ajo gabime, është ajo keqe, është ajo që thotë kolegu, shiko, këta nuk besojnë Zot, ta besojnë në djallë, këta janë. Dhe llogarit në qindra vjet, ku shtetet kanë hedhur pikërisht të balë mbi masonerinë. Shtoktu dhe që masoneria ishte individët, masonët, pjesëtarët ishin të fshehtë për hir të kësaj situate që tregova, dhe vin tash në dy elemente shumë të rëndësishme. Në elementin religjon. Të dy fet abrahamike, si Islami ashtu dhe Krishterimi, kanë divergjencat e tyre me masonerinë. Dhe kjo vjen përsëri nga padia, keq informimi, por ndoshta dhe agenda të caktuara. Dhe nëse më lejoni të shpjegoj shumë shkurt me Islamin,
Dietarët më të mëdhenj të Islamit kanë qenë mason, të cilët vendosën dhe menduan dhe propozuan reformimin e Islamit. Pra, duke ruajtur bazën, pra në konceptin tim, feja është Po, a mund ta reformosh një fe? pikërisht të thoja. Pa dyshim që këta dietar, propozimin e tyre për të reformuar një fe, ishte në konceptin e historizimit. Pra, ne një fe dhe ato, po them, rregullat e saj të vendosura në qindra vite më parë, me ndryshimin, me evolimin e kohës, ka gjëra të cilat mundet të në mënyrë të sfumuar të përshtaten, që do të thotë, po të marrë një shembull. Në Islam, mishi i derit, më kupton, është, po të them, i papranueshëm. Po. Më kupton? Ndërkohë që padyshim në qindra vite më parë, në shkretë të tjera, kur luftëtarët në temperatura të nxehta, ai lloj mishi në temperatura të nxehta që është më i predispozuar dhe enzimat e tjera të kupton, ai helmonte. Dhe në atë kohë, po marr Jo, e di shembull, e di ku do më dal, sepse e di ku do më dal. Jo. Të shkosh në një restorant me yje Michelin, Shiko, mishi i derrit ka diçka. Sado që ti ta pjeksh tazish, ka disa parazitë që nuk i myt dot. patjetër. Kjo teoria vazhdon të jetë edhe sot. Atëre, akoma më i rrezikshëm është këto kruditetet e peshkut, Aja tem tjetër. Jo, më fal. Aja tem më fal. tjetër. Atëre, përse mos të vendosen dhe kruditet? Jo, rrim këtu, se ne po flisim për mishin e derrit. Koncepti tjetër. E kam lexuar këtë Koncepti tjetër. shpjegimin që ke dhënë ti më parë, por edhe ditë e sotme, Po. edhe ditë e sotme Nuk jam ekspert, dhe prap, nuk mundet të sado që ti ta zish, ta përkosh. martesa po them ty me 4 gra. Më kupton? A mirë se ka lezat apo? Jo, patyshim. Jo, po flas në qenie njerëzore, pra ka argumenta pafund si pro si kundra. Dhe martesa, individi, xhelozia është individuale dhe lind me njeriu. Më kupton drejt? Ndërkohë që ka pasur sens dhe logjik në kohët e luftrave, në tjerë. Ndërkohë, në ditën e sotme mundet të shmanget për hir të, po them, zhvillimit dhe hapave të reja. Të jam komplet dakord me ty. Pra, gjithë divergjenca e Islamit me masonin ka qenë koncepti i reformimit. Ne kemi pasur lozhat më të mëdha, pra mbreti Abdullah i Arabis, mason. Lëvizja masonike John Turke solli Mustafa Kemal Atatürk, babain e Turqisë moderne në krye të vendit. Vim tek pjesa me krishtërimin. Aty ishte pjesa e ideologjisë dhe dogmatikës. Krishtërimi thotë që njeriu është perfekt dhe thotë është në ndjekjen e rrugës së Krishtit. Ndërkohë, masonët thonë që njeriu është i mirë dhe duhet punuar sikurse guri për të bërë akoma më i mirë. Pra, janë thjesht divergjenca. Ndërkohë, masonët, vim ke pjesa religjore, masonët e kanë të detyrueshme të besosh në Zot. Është aja. Kam një këtë argumentin tënë. Edhe ti thoshe që ti do të betohesh në një libër. Në një nga librat e Çka ti beson? Ti personalisht në cili libër je betu? Unë jam betuar në Bibël, sepse unë tradicionalisht nga familja ime jam i krishter, jam ortodoks, më kupton, dhe kam zgjedhur Biblën. Unë besoj në një Zot, më kupton, atë që terminologjia jon e quan arkitekti i madh i universit, për mos të krijuar divergjenca mes vëllezërve brenda masonerisë. Pra, dy gjëra janë të ndaluara në masoneri, divergjenca fetare dhe divergjenca politike. Pra, nuk mundet ne të debatojmë, ti thua jam me PD-n, unë them jam me PS-n, ti thua Islami është i mirë, unë them Krishti është i krishtërimi është i mirë, këto janë të ndaluara. Ne besojmë në një Zot. Dhe feja, të gjitha fet janë shumë të rëndësishme sepse predikojnë mirësi. Dhe janë shumë të rëndësishme, njeriu ka nevojë të besojë, shpresë dhe siguri. Marit të noli pak. Ti thu që jam betu në Bibël. Unë kam lexuar të folë për rimëshërimin. Çfarë është rimëshërimi? Si e kupton ti? A ekziston? Unë besoj të thash që për mua të ndaj në konceptin tim të besimit. Koncepti i besimit, unë besoj në diçka më të madhe.
ndoshta mund të jetë e kritikueshme nga religionet, po unë besoj në një Zot për të gjithë. Kupton? Në mënyrën se si e thret ti, se si i drejtohesh ti, është personale. Më kupton? Dhe marrëdhënia, mendoj unë, është marrëdhënie vertikale. Pra është personale, është individuale, unë me krijuesin. Më kupton? Nëse ti zgjedh një tempull të shenjtë, xhami, kish, është prapë drejta jote. Nëse ti zgjedh ritualet e tua, po them apo veprimet e tua aktive, përsëri është ajo unë e ndjej dhe e kaloj në nivel shumë personal, shpirtëror me veten time, besimin. Tek pjesa e teorisë, e një nga teorive, janë shumë teori, po teoria më e madhe dhe që ajo të cilës unë i gjej më tepër vend, është teoria që ne jemi të përbërë nga trupi dhe shpirti. Trupi është i përkohshëm dhe vdekatar. Shpirti është ai që endet në kohë dhe në hapësira. Flitet gjithmonë që kalon rreth 1500 vite, po ta marrim me vite kalendarike, dhe pse koha në hapësirë është inekzistente, koha është një koncept i krijuar nga ne njerëzit. Dhe rikthehet dhe trupi, para se të kalojë në trupin e njeriut, kalon ke trupi i kafshës i qenit konkretisht, sipas një teorie shumë të madhe. Veç mos të hap na shumë. Tash, kjo është pjesa e rimëshërimit. Mas 1500 vjetëve, shpirti, si ta quajmë, kthehet përsëri. Kthehet në trupin e qenit. Pastaj të njeriut, po. Me fjalë. Çdo qen që shohim ne sot në rrugë, ka një shpirt njeriu përmbrana? Sipas kësaj teorisë, që thash unë mbështes më tepër e beson? Në konceptin e kalimit, në transgresionin, nuk është se jam, thash, e kam menduar i gjatë për ta besuar mos ta besuar. Ama kuptoj. Okej, jo, prit, se du me të kuptu. Nuk e kem menduar gjatë. E kuptoj që a thu, është një për atyre teorive që edhe mund të jetë, edhe mund të jetë, edhe mund të jetë. Shpirti nuk vdes. Ky është koncepti. Unë këtu filloj dhe këtu mbaroj. Jo, shiko. Marin, atëherë, dy fet batë moja që thame, feja muslimane, feja katolike, kanë një logjik që ti jeton këto, vdes, trupi, shpirti të shkon xhenet, xhenem, parajs, ferr, por, edhe atje je përgjithmonë. Por koncepti i rimëshërimit, që po thuti, është që shpirti, me fjalë, kthehet prapë në tokë. Nuk është në parajs ose në ferr, do kthehet prapë në tokë, edhe kthehet në koncepti parajs dhe ferr janë koncepte, thash, askush nuk di asgjë. Jo, kjo është ajo përmbajtja që dy fet na tregojnë se është. Patjetër. Dhe përcaktimi i, thash, unë jam i krishter si tradit familjare. Nuk i kam hyrë në analizë, do me thëmë pra, sepse për fat të keq në 50 vite, feja është mohuar në vendin tonë. Dhe kultura fetare në vendin tonë, që ishte një nga, po të mendoj, krimet më të rënda të regjimit, ishte mohimi fesë. Dhe feja pikërisht sepse dhe konceptin për vdekjen ne kemi tragjik. Konceptin për vdekjen duke u mohuar feja. Ndërkohë, kur hym në fe, është pikërisht kjo që ju thatë, që në të dy fet abrahamike, shpirti nuk mbaron jeta me vdekjen fizike. Po. Ndërkohë, përcaktimi i parajsës, i ferrit, nuk është, ne lidhim gjithmonë me sipër. Gjithmonë me qiellin, dhe Zotin lidhim gjithmonë me qiellin, me sipër. Ama, dhe në anemizëm, dhe në totemizëm, dhe në kultin e nënës, Zoti, apo ferri dhe parajsa, apo i quajmë vazhdimësia e shpirt apo vendodhja, përsëri lidheshin me tokën, lidheshin me këtu, jo me diku tjetër. Kështu që do me thënë janë shumë të komplikuara dhe askush nuk i di. Ama, di të them që ajo çka unë besoj është që nuk mbaron gjithçka këtu. Dhe këtu bim dakord të gjithë, sikurse fet, sikurse masoneria dhe gjithçka. Dhe masoneria nuk ka lidhje me beson në Zot, siç thash, nuk ka lidhje me besimin në djallë, në Lucifer, në të keq. Jo, kjo është principik. Am lënë të tregoj një histori? Thash, kjo është historia ime personale. Në 2019 kthehem unë edhe herë, në fjalë isha në Angli, më prishën disa punë,
erdha në Shqipëri, u ktheva edhe herë në Angli. Edhe ishte moment i dopt për mua, sepse po shikosha me fillu edhe herë me marrë edhe herë punë në dorë. Vjen mu një mesazh, tash nuk e maj men të jemi sinqert, nuk e maj men a në Facebook apo në WhatsApp nuk e maj men. Edhe vjen mu një mesazh, ç'kemi thot, dhe me këtë person kam komuniku vetë 2 javë. Ç'kemi jam më jep emrin, jam nga familja masonëve, a je interesum, do na të bëj ofertë, me fjalë. Unë sot që jam nëj, jam i sigur se ai ka kanë afrikan ose në indian edhe kanë këto mashtrimet që kanë dashur marrë ka abuzim. Po. Por du me tregu ndjesinë që unë kisha në ato momente. Unë isha shumë frikë në radhë parë, sepse nuk isha informuar nga kjo ana, unë isha shumë i frikësuar në radhë parë, edhe në menimin tim vishin ato që wow, që ai teknikisht më premtoi mu fam, më premtoj lek, më premtoj u futa unë e kërkova si person, e kërkova në për Instagram, në për gjane, ishte me veshje masoneriet, me unaza, me kostume, komplet që ka lidhe me masonin, ishte komplet. Edhe menimi jem ishte, wow, këto do të marrin, do të më thojnë me mohu Zotin, do të më janë edhe këto teoritë që ti mund t'i kish një gjuhë si këto të bëjnë një video seksuale duke t'abuzu ty për me po si mbrojtje në qovë se ti fletë si kundër ty, shantazh, edhe që këto menim më vinin në trutem, edhe është 100%, po të thëmë 100% historia me. Erdhe një kohë se që unë i bona blok ati jeshiva komplet, sepse po e shifsha vedin, edhe po menosha se po sikur me kene vërtet shumë njës do të thehen. Po e shifsha vedin një krah thoshe se unë isha në kërkim të punës, në kërkim të lekut. Edhe kisha një person që flitet 2 javë me mu, po më thote të ofroj lek, të ofroj pam, të ofroj fam, do shojmë të cila fush jeti, a jeti fusha sportit, të bëjmë sportisht famshëm, a jeti fusha muzikë, të bëjmë këngëtar të famshëm, edhe kisha një njësi shumë çuditshme për mrena, edhe i bona blok se thosha, edhe pak me nejtën me te kam frikë se do thehem. Sa persona që janë keq për momentin, ose nuk e di, thehen nga kjo anë. Patjetër. Ajo çka unë dua ti siguroj të gjithë teleshikuesit, padyshim për mrena, nuk e di. Të gjithë ndjekësit e emisionit tuaj të nderuar është që masoneria nuk ka lidhje. Masoneria, si në Shqipëri dhe në botë, ka faqen e saj zyrtare, ku ti mundet të ti kontaktosh, të trokasësh. Kjo është rruga e vetme për të bërë pjesë e masonerisë. Regalia, ajo që njihet si veshja masonerisë, unaza masonike, porosit sa të duash në eBay me $2, me $5, me $10. Nuk të bën mason veshja. Jo, unë nuk i mbaj. Unë i kam të gjitha, por nuk i mbaj. I keme fjallë. Patjetër, sigurisht i kam. Patjetër, ato shërbejnë për ceremonialet e kur mbledhemi. Masoneria kur nuk kontakton kërkënd. Masoneri ti bën kërkesa, masoneria shqyrton kërkesat, masoneria heton për ty, patjetër. Okej, super. Unë duhet bëhem mason, si mund bëhem? Ty duhet të jesh 21 vjeç dhe lart. Ti duhet të jesh njëri Në gjoni quna, hap një vesh. Duhet të jesh njëri i padënuar, duhet të jesh njëri me një figurë të pastër, sepse bëhet ai, po them unë ty, kontrolli, çeku i pastërtisë së figurës. Duhet të paraqesësh kërkesën tënde, ku ti të tregosh arsyen tënde pse ti, domethënë, kërkon të bësh pjesë e kësaj vëllazërie. Pra, ti sigurisht je informuar, ke lexuar etj, dhe ti e di që ti je në kërkim të dritës së dijes, dritës së diturisë, ezoterizmit, shpirtërores, emocionales, dhe ti je në nivel altruizmi. Ti nuk shkon në masoneri për të pasuruar, sepse masoneria nuk të jep asnjë pasuri, veç pasurisë shpirtërore, ezoterike dhe dijes të lashtë gjeometrike, aritmetike, astronomia, janë shkenca të cilët zotrojnë masonët. Pra, masonët nuk lidhen as me pasuri, as me lavdi, as me asnjë lloj nga këto joshjet njerëzore. Masoneria pikërisht këtë bën që bën bamirësi. Masoneria është e kudo ndodhur dhe kudo gjendur kur njerëzimi ka nevojë, pra është një akademi që përgatit njerëz dhe po them kuadro të rinj për të qenë aty ku ka nevojë bota. Ndaj, padyshim, me emrin e masonerisë dhe për këto arsye që unë përmenda, ka shumë njerëz të cilët hiqen si mason, shtiren si mason, ka shumë
grupimet ka shumë shoqëri sekrete bota, të cilët janë dhe të variantit Epstein. Ka shumë shoqëri të botës që janë dhe shoqëri sekrete vrasësish. Por s'kan lidhje me masonerin. Më kupton drejt? Pra, masoneria është si një akademi shkence. Është njësoj si themi që në Akademinë e Shkencave ka njerëz që nuk besojnë në Zot. Në masoneri nuk ka njerëz që nuk besojnë në Zot. Në Akademinë e Shkencave mund të ketë. Në masoneri nuk ka, në Akademinë e Shkencave ti nuk e thënë njëherë a ka njerëz tu që mos bëjnë orgji, ta pse duhet bëjnë orgji? Sikurse masonët nuk bëjnë orgji. Pra, ti pse lidh masonerin me gjëra pejorative? Sepse është misteri që ka, por është edhe njerëzit që nuk janë shumë të informuar. Padyshim. Me fjalë, një krah, është ajo që thotë, shiko, unë nuk kam faj pse nuk janë njerëzit të informuar. Unë këtu jam. Jo, kemi dalë për të informuar. Dhe ti po luan një mision shumë të rëndësishëm dhe ju personalisht si gazetar. Unë dal për ditë, flas për masonerin, ti nuk informohesh, nuk është foja jem. E refuzon. Gjëja me ki është kur ti refuzon. Unë jam me atë. Ta tregova rastin e shok koleg, edhe në momentin që unë i thash do fin marrin këto, ata janë me drejtshin, ata nuk besojnë. Përse, kush është qëllimi? Pse është me drejtshin? Të thash dhe njëherë, mua më kanë ardhur me kosto të gjitha. Por unë e kam marrë përsi për këtë, si them, mision, sepse unë i besoj. O miku im, unë në jetën time të përditshme, unë i kam gjërat në thonjza që themi ne në slengu, në zhargon e përditshëm, i kam gjërat në Terezi. Dhe nuk kisha mund të vazhdoja të isha pjesë e masonerisë dhe nuk kisha pse fare të dilja hapu me zë me figurë. Sepse në shqiptari mendoj që jam, si them, i pakti, i ralli, ndoshta dhe i vetmi që flas për këtë temë. Më kupton drejt hap, nuk e thënë që unë jam. Dhe në qoftë se ti nuk thua unë jam. Dhe gjithmonë flas duke folur gjëra të qëndësishme, duke argumentuar, duke dhënë logjik. Dhe sigurisht më ka ardhur me kosto, por unë i them njerëzve të mi dhe popullit tim që unë po të dal me zë figurë dhe po të shpjegoj çfarë është kjo, po të ishte gjë e keqe. Mos më ka marrë Zoti ende mend që dal dhe të propagandoj. As po të kërkon unë, madje unë mbaj përgjegjësi për masoneri. Por thash edhe një herë, sigurisht që ka vllazëri, të cilët, më fal, ti në gjithë botën ke kisha luciferiane, që quhen, më kupton? Ata janë grupimi vet, kanë flamurin e vet, kanë selin e vet, i janë të nderuar në punën e vet, ta argumentojnë ata ty. Gjën dhe thonë dhe ata, kanë ato argumente të tyre, kam dëgjuar plot emisione dhe thonë që një nga ëngjëjt thonë ishte Luciferi, ai që ishte pashu, por fakti që ata kanë ndjekësit e tyre dhe njerëzit e tyre brava ata të japin dhe ndoshta dhe ata janë rregull. Se kush është drejta e këtyre. Ama masoneria nuk ka lidhje fare me fen, beson në Zot dhe ka kusht besosh në Zot, por nuk ka lidhje fare me fen. Ata janë njerëz të cilët ndajnë filozofi, siç po bisedojmë ne, mendim të lirë, demokraci, unë jap mendimin tim, ti jep mendimin tënd, sikurse ne po bëjmë këtu, ne nuk po bëjmë dakord këtu. Në bisedë nuk po themi të dy po. Po diskutojmë. Ne po diskutojmë, po replikojmë, po bëjmë biseda të lira, po ndajmë filozofi, unë po mësoj nga ty, ti po mëson nga unë. Më kupton? Mundet kur të ndahemi unë të marr disa mendime të tua ti disa të mia ose të kthehemi në pikën që ishim, por ama kjo është më. Flasim dhe për shpirtëroren, siç folëm, flasim për ezoterizmin, flasim për shkencën. Kaq këtu fillon këtu mbaron masoneria. Bëjmë dhe bamirësi. Absolutisht. Dhe janë në spitalin e fëmijëve, tek shtëpia e zotrinjve, në kudo kanë bërë bamirësira pafund, masoneria shqiptare po flas për shqiptarën se bota pasaj ka ndërtuar spitale etj. Dhe këtë të them që nga George Washingtoni apo Abraham Lincoln apo Rembrandt apo Van Gogh apo nuk përbën sens. Ironin Derrada, Ismail Qemali, vëllezërit Frashëri, po jo mor burr tash un po dal, un thash dhe njerëz kam marr Zoti mund, un s'kam as përfitim as inter, madje un vetëm kam humbur. Kam humbur. Kam po intervista ty që thoshte se un kam humbur sepse gjykohem shumë nga njerëzit, edhe shohem shumë nga njerëzit që nuk janë të informuar. Du të jep një u shikosha një personazh që po flitë edhe ai tema shumë se që këtë tema do të me pasi fije kapacitet me studiu. Po, dhe t'jesh me këmbë në tokë. Klasim drejtën. Dhe t'jesh me këmbë në tokë. Edhe ishte flite, dhe thotë, shiko, mu më vjen keq ka herë me veten, sepse unë kam 13 vjet që studioj, kam lexu mira libra, edhe unë dalet flas për ty
për diçka këtu, ama ti, sa po zgjohesh gjatë gjumit, edhe nuk din as i gjatë që në të fol, edhe më shkruan aty, iko idiot s'din gjati. Ka herë thotë thjesht më vjen keq me veten, a kupton? Nuk e gjykoj atë person sepse kështu janë kështu jena apo, nuk kena çfarë më thon. Por këtë do më lejosh pak, do me thënë se kjo është gjë që thash, po. Ta kryej edhe këtë. Sepse më ka ndodhur personalisht podcastet e para kur i bëna, ndaj një të ftumit për shembull kisha shumë sharje e gjana ndaj një ftumit. Edhe më pyet editorin, unë ai thotë, si ka mundësi të ton këto gjana kundër këtij personi apo çka ka bë këtë nuk e keq. Edhe unë ja thash i fjalë, disi apo unë thash, Jezu Krishti Isa alayhis salam ka 2000 pak vjet si ka dek. Muhameti ka 1000 sa vjet si ka dek. Edhe hala ke njerëz sot që flasin keq për njënën, keq për tjetër. Për Krishtin gjithashtu. Kështu që janë dy figurat më të shenjta, më të livdume të botë, edhe hala ke njerëz që flasin Terezën me Epsteinin. Kupton? Edhe pse ka dalë të shohë Tereza me Epsteinin? Që merrte fëmijë dhe e kupton, domethënë ku kemi arritur. Domethënë, shiko, për anatemojnë, demonojnë gjë patriotin, domethënë heroin ton. Më kupton? Ka shumë konspiraci për në Terezën. Po jo, për konspiraci, nuk thash gjë. Dgjoj, kur tham për i pa informu. Jo, kur ne tham për dy, po them më të mëdhenj. Po, absolutisht. Imagjino pjesën e pasaj për njerëz. Jo, kjo ishte përgjigje si thashën, shikoj thash, ta mënesh një kaj thash, janë këto dy personazhe që janë nuk ka më shejt se këto dy. Edhe alo vazhdojnë njerëzit e flasin për to. Pra, ti nëse beson në fen tënde, nuk ke pse të përdosësh një fe tjetër. Nuk ke pse të absolutizosh gjën, por ti thua që unë besoj në islam, islami është shumë i mirë, unë besoj në këtë dhe vazhdo besoj të nuk ke pse ti të më fyesh mua fen time dhe unë anasjelltas, apo jo? Pra, kjo bot ka vënd për të gjithë. Ndërkohë, dalim ke çështja tjetër. Është ndoshta e pavënd që unë të citoj Benito Mussolini, pa i thoshte sa më shumë armiq, aq më shumë lavdi. Dhe kjo gjen zbatueshmëri pikërisht dhe në kohët tona, në kohën e rrjeteve sociale, ku çdo kujt i është dhënë e drejta e fjalës, e drejta e të folurit në publik, në mënyrë të pa ndërgjegjshme, të pa vetëdijshme dhe mbi të gjitha me anonimat. A mendon se është e mirë keq? Në fund fundit është liria e fjalës. Në fund fundit, ta shifsh. Tani të thash, unë kam rezervoj dhe për shumë gjëra të tjera dhe për këtë. Pra, unë dhe ke drejta votos. Nuk besoj se do ta ketë gjithë drejtën. Nuk ta ketë të gjithë drejtën e votos barabartë. Shika. Më kupton drejt, pavarësisht që mos thuj po këtë. Demokracisë, pavarësisht është kulmi i demokracisë, pa dyshim. Okej. Ta marrim pak shumë. E drejta votës, nuk mendon se kjo. Por sa është e vërtetë? Është tjetër çështje, por të paktën dhe në mënyrë formale. A mendon se njerëzit shkojnë dhe hedhin votën? Është thjesht iluzion. Është thjesht iluzion. Populli do të më dhanë një iluzion. Është iluzion. Patjetër. Këtu dakordson totalisht. Dhe thashën ne nuk gjykojmë votën sa formale është në Shqipëri, në Francë, nuk do e jep, do ankohet. Pikërisht, ke shumë të drejtë. Kurse kështu i thua shikoj se ke shumë të drejtë. Ti vendose. Dhe aq më tepër me anonimat, këta njerëz të pa plotësuar, të frustruar, të kompleksuar, vetëm hedhin vrerë. Dhe këtu tregojnë që ata ndalen dhe hedhin vrerë. Këtu më ka pëlqyer intereson. Këtu më ka pëlqyer shumë i fjala jote, ja. Këtu më ka pëlqyer shumë jashtëzakonisht shumë, edhe e kam marrë po shifsha podcastin tën me Shpengashin. Me qëra fjallë përshëndetjen shumë Shpengashin, ishte jashtëzakonisht shumë podcast i bukur. Shumë podcast i bukur, po një gjosha, edhe më bëni përshtypje një fjallë jote që thoshe, shiko, ti po hell, kur e shkruan atë komentin negativ, ti po hell helm. Por, kujdes se do helmohesh edhe ti. Se fundit mu nuk po mban gjë. Adin, ai po shkruan në kompjuter, O miku im, unë jam i përgatitur. Por do helmosesh edhe ti. Unë jam i përgatitur. Unë do me thëmë pra, faktikisht unë të dalë tu përballë. Flas për këtë temë, unë i kam marrë përsysh gjë, unë nuk jam i rastishëm këtu. Unë jam, do me gjërat që kam kaluar unë në jetë, vetëm prej masonerisë. Po jemi misteri. Ka njerëz që kanë lindur, kanë vdekur dhe nuk ma shpjego pak atë videon. Ishte i video që ti e merr një, wow,
Ishte i video që ti e merr e ke në Instagram tonin, formon një trekant, dy trekança. Një kraven pikat, një kraven tik, dhe një gjylpan sipër edhe me shkrime këtu, ajo gjylpan e lviz. Edhe kjo thua është energjie. Mund ta kem bëj 20 herë video. Si lvizë e gjylpan. të them. Dhe kjo video ka qenë shumë e komentuar, pra është përndar 1000 herë dhe ka dhe një gjë të bukur. Po. Këto janë ato që mileti komentojnë, shife çfarë bën kë. Gjithë qëllimi i nderuar është që ti të tregosh që lëvizja jote e dorës, pra një veprim yti aktiv, lëviz qendrën e gravitetit që është e pandryshueshme, që është qendra universit. Pra 2-3 këndçat janë në masoneri. Masoneria vepron me simbolik. Një trekëndësh është shpirtërorja, trekëndshi tjetër është fizikja. Dhe qendra e pandryshueshme e universit është ajo gjilpëra në mes me kokë. Dhe në momentin që unë lëviz dorën, pra me serolaps, lëviz dhe ajo qendra. Dhe kjo është e gjitha simbolik. Do të them trikun fizik, por gjithë qëllimi është simbolika. Mos është pesha, mos një veprim, patjetër atë o mund ta bësh me magnet. Nuk është qëllimi kjo, më kupton drejt? Qëllimi është simbolika që një veprim yti personal ndikon dhe ke unë, ndikon dhe në të përgjithshmen tonë. Dhe ky është qëllimi. Fillonin pasaj. Ata që shpend gashin, këta kanë vjedhur shpend gashin pacientët. Po mirë mërti mason thoshin, nuk di ke me vizat të bukur 2-3 këndësha. Më kupton? Kema se këta janë komente. Dua të them e mbushura e mbrapsht. Po çfarë thumë këte kena mësuar Kaspar ne? Më kupton? Po pse se kam mësuar, bro? Po jo më asu se kam mësuar Kaspar. Asu se kam mësuar Kaspar. Por e kam po 20 herë video thosha është fleta që lëviz fletën. Ndërkohë ka dhe veprime pasaj të tjera, ka dhe veprime shumë energjie, po them edhe fizike që njeh dhe shkenca dhe fizika, si magnetet më ka pafund gjëra, nuk ka rëndësi. Domethënë gjithë qëllimi i masonerisë të tregoj simbolikën, sepse masoneria flet me simbolikën. Njerëzit pasaj fillojnë jo kjo, jo ajo, dhe mirë ata që nuk din, po janë dhe ata që din dhe bëjnë për të hedhur balt. Më kupton drejt? Po. Pasaj është pjesa tjetër. Mirë se shqiptari janë, apo se hell me fije. Gjithë bota. Jo, Gjithë bota. Këtu, por ndalen në gjëra që vlejnë. Sepse ata nuk merr me gjëra që s'vlejnë. Dhe ti shiko dhe në Instagramin tënd. Në qoftë se ti hedh, thash, unë kam hedhur, jam vlerësuar nga dekoratën më të lartë nga mbretëria e Habsburg. Urdhri më i lartë civil dhe ushtarak. Ka marrë nga 15 krerë qeverish urdhat më të lartë, nga Papa i Romës, më kupton drejt? Dhe vetëm nga unë kam 20.000 ndjekës, 5 like marr. Hidh duke ngrënë sufllaqe, fillojnë. Të bof mirë, e ke me qepa me djath, e ke me majonez apo ku e bledhe. Pra, ajo është halli që ti si pacient, që thot shpendgashi, si pacient, duhet të shqetësoj vetja jote. Sepse ti projekton veten tënde, komplekset e tua, frustrimet e tua, fobitë e tua, fantazmat dhe çmendurit e tua, dhe ti hedh vrerë, dhe ti urren, dhe ti ke mlef. Pra, sikurse ti i nderuar, ne sot u takuam për herë të parë. The podcasti tjetër me gazetarin tjetër, po e quaj apo moderatorin tjetër shpendgashi, që këtu ti tregon që ti je i plotësuar, ti je i mbushur. Nëse ti s'do ishe i mbushur, nëse ti s'do ishe i plotësuar, do filloje, do gërmoje, do gritësie, do ashtu. Pra, kjo tregon sa pacient janë dhe sa i lumtur dhe sa i mbushur apo i plotësuar duhet ti është ti personalisht po drejtohem, që po komplimenton mua që më ke përballë, shpendgashin emisionin tjetër që dhe mund mos i përmendje. Më kupton drejt? Këtu tani është mënyra se si ti reflekton veten tënde. Dhe ndaj them, unë vërtet ndjej keqardhje kur shikoj. Ndërsa reflektimi në shoqëri, kam parë që dhe sharje dhe mallkimet kanë rënë. Ndoshta janë lodhur, ndoshta kanë kuptuar diçka. Dhe tjetra kanë filluar, është një këngëtar popullor në kuptimin e famës, Klevjo, ka vënë ai Klevjo Masoni. Më kupton, dhe kjo është ndikim shumë i madh në ndjekësit e tij, qindra mira ndjekës. Një personazh tjetër TikToku, Ozaku, i ka vënë emrin djalit mason, po atë ndjekin 600 veta para 2 javësh. Seriozisht? 600.000 ndjekës. Jemi 1.900.000, 2 milion sa jemi, 2 milionet ca. Më kupton? Iq moshën e tretë. Pra, kjo tregon një lloj ndikimi. Kam komunikuar me të dyja ta djem.
personalitete në TikTok, në fushën e tyre, në muzikë, në ato që bëjnë, je që kapelen, pra sot në kapitalizëm, suksesi është ajo çka ti arrin ke njerëzit. Nuk flasim ne këtu tani, do me thënë, të vënd peshoren. Peshoren si në kapitalizëm, jo, dakord. Shika, Dakord. varet Ti nuk mund të mohosh faktet. Po, suksesi Suksesi është sukses, se si e bën ti. Pra, suksesi është sukses. se si e gjykon ti dika, po dikë tjetër nuk i hy. Unë i them, mua më duhet ndërgjegjësimi. Dhe ndryshe kur urrehej masoneria, sot janë paktën 600.000 veta, vetëm nga këta dy ndjekës, nga këta dy personazhe muzike, TikToku, hip-hopi, të cilët kanë influencuar dhe të tjerët e kanë dëgjuar masonit dhe thonë, masoni i intrigon, apo i pëlqen, apo i quajnë një gjë të modës, modmër. Po, shikat është të thëmë ty që kush është ajo. Klevio, edhe Kozaku që pas ka huaj me ndjallë mason 2, ato thjesht e kanë për vibe, për kështu. Se nuk është se dalin e bën punë. Por, e kam fjallin që nuk është se dalin e japin disa informacione për masonerinë. Jo, Klevio ka dhënë. Edhe ato marrin shumë klikime. Ti që del e jep disa informacione të mirë fillta për masonerinë, ti po thu marr 5 like. 5 i kam shumë. 5 i kam shumë. Kush është gabimi që i ran që me çfarë gabimit ti përjashtosh nga masoneria? Gabimi i parë përjashtosh nga masoneria ka ndodhur 2 raste në historinë e masonerisë, kanë devijuar. Ka qenë lozha Propaganda 2 P2 Italis, e cila një person, një individ, jo komplet si grup ose gjë. Një individ, ti për shembull, ti ku e thënë të rregullin ose çfarë rregull nuk mundesh me thyj sepse do të përjashtohesh nga masoneria. Në qoftë se unë identifikoj një mason, a din se ashtu një person ashtu në Shqipëri që më ka thonë mu jam mason, ma tregoj Instagram, mi tregoj disa fakte. Ai mund thotë unë jam, po jo Marini është. Thjesht po ta diftoj, mi tregoj disa fakte, shiko për këtë arsye bëj këtë gjë në Instagram jene, po nuk ma jepat si Nuk, do me thënë se ndonjëherë njeriu dhe pse ti ke shumë informacion pa dyshim, ndonjëherë mitizohet figura e masonit në realen dhe në konkreten dhe në të përditshme. Pra, një mason nuk do të thotë që ti jetë njeri, siç e thash, me pushtet, me para, apo nuk e di se çfarë. Po kështu është, ky është krijuar koncepti. Ç'është koncepti? Edhe na pëlqen ky koncept. Patjetër. Na pëlqen ky koncept. Dhe unë përsëri për vetë, po them, backgroundin e jetës time, që vi me një background biznesi, gjithmonë mundohem që masonerinë ta paraqes sa më dinjitoze për të ruajtur këtë mitizim në ndoshta edhe në fiziken, përveç metafizike si masoneria e ka të shkëlqyer. Masoneria fiziken nuk e ka dinjitoze, por nuk e ka bombastike. Ndërkohë unë përdor dhe pjesën bombastike si që kërkon apo si që është mësuar njeriu ta mendoj masonerinë, pra me një makinë, po them, autovetur luksoze Bentley, më kupton, e tjerë që me targën masonit e tjerë, pra që të japi atë llojin atë çka kërkon tregu në koncept, sepse në metafizik dihet dhe është e padiskutueshme. Ama që të japësh popullit, masës, iden vetëm në metafizik, vetëm në shkencë, vetëm në ezoterizëm, të duhet një ndërthurje dhe me konkreten, realen, fiziken që gjithmonë mendoj se bëj më së miri për vetë dhe infrastrukturën që më ka mundësuar fati dhe puna. Di të them që rezultatet janë, unë i shikoj të mira, sepse njerëzit kanë pyetur, njerëzit kanë lexuar për masonerinë, i shtuar dëshira, ama ajo çka unë them, pra këto që unë po them, dije, sot dhe nesër janë gjëra që ti mund t'i lexosh kudo, ama informacioni duke qenë se është një bum informacioni, asnjëherë ti nuk e ndan dot kush është i saktë. Dhe unë ndaj jap të gatshme dëgjuesve, teleshikuesve, popullit dhe i them, unë nuk di të flas për filozofinë e madhe që të ngatroj. Unë di të flas për gjërat që ne bëjmë konkrete në masoneri. Ndërkohë them dhe tjetrën, hiqni dogmatikën, nuk ka mason të pasur, nuk ka mason politikan, nuk ka mason... E dona ne atë mason e pasën. Dakor. Sigur e dona atë misteriosi. Atë mendohet ti në misterin e ti. Sigur këtë prallën e kena kriju. Dhe kur i them të vërtetën, prap njerëzit nuk e besojnë dhe prap do mendojnë atë. Madje thon ky prandaj flet kështu për të na hedhur hi syve, por masonët janë këta. Le të mendohet dhe tillë. Ideja është që të sfumohet sadopak. Dhe
nga krau tjetër e shikojnë me një lloj po them mitizimi që unë këtë jam munduar gjithmonë apo thonë që e lidhin me Izraelin, me çifuterin, nuk ka lidhje masoneria. E lidhin me tempullin e Solomonit. Tempulli i Solomonit është diçka tjetër dhe është i përket masonerisë moderne. Ndërkohë baza masonerisë nuk ka lidhje. Pra, më shumë po ta marrësh numerikisht sipas sondazheve, ka më shumë po them pjesa e Indonezisë. Indonezia është vendi numri 1 me popullatën më të madhe muslimane në botë. Kupton? Pra, po ti marrësh me sondazhe, po ti lidhi me fen, ka më shumë musliman, pastaj ka krishter, pastaj ka fe të tjera. Prit, këtu tash dalin muslimanë dhe thonë, jo thonë. Në islam thot ndalohet thot masoneria. Mor zotni i them. Këtë bisedë domethënë unë dhe me klerin musliman me vetë dhe ata që janë domethënë tamam zotëri, domethënë që janë të kultivuar dhe me njëra shumë. Jo mor zotëri nuk ka pikë të islamit ku ndalon masonerin. Më kupton? Aty fillojnë, jo thonë ju jeni dexhalli. Mor çfarë dexhalli, mor po të them se unë po dal me zë figurë çapo thua. A hyn do ti në xhami? Ku ta gjej? Ka nuk është tempull më të bukur se xhamia nuk ka. I urojmë gjithë muslimanëve agjerim sa më të lehtë. Padyshim. Dhe më fal, dalim ke pjesa tjetër. Jo thot krishtërimi thot nuk e lejon masonerin thot. Është e vërtet që Papa në 1700 can i ka bërë apo një përkufizim se logjika ime kum çon mu logjika ime. Sepse personat që flasin në këtë mënyrë, ato flasin sepse ato e din masonerin në këtë formën. Jo fe, po e din këtë formën që tha dexhalli, misteriozi, e keqja, e din këtë formën. Edhe për këtë arsye lidhen që, masonerin lidhen diçka të keqe, fene lidhen si diçka të mirë. Ama, ti thu që, se masoneria nuk ka diçka të keqe, masoneria është diçka e mirë edhe lidhet bashkë edhe me fen. A kupton? Por njerëzit e kanë këtë konceptin se nuk i lidhin bashkë sepse është e keqe edhe e mira edhe nuk mund të jenë bashkë. Ke shumë ka bë vetëm diçash. Një minutë, më fal pa diçka. Marin, se dola pak me më pek temet, for në qoftë se të duhet një makinë me qira Eagle Rental, edhe në qoftë se ty të duhet diçka për shtëpi, me ble shtëpi, me shit shtëpi, prona, jena kompania Bit Investment Group, që shumë faleminderit. Gjithë si familje masonërish, do i gjejmë shtëpia, do i shesim shtëpia, do i bëjmë gjithë. Faleminderit shumë mirënjohje, vërtet faleminderit. Shumë prestigjioze. Diçka në lidhje me temën që folme, pa dalë për temet. Ishte një pyetje që i bëhet Andrew Tate, i bëhet një pyetje, po shumë pyetje interesante. Në qoftë se kemi dy ujqëri, edhe njërin e lajmë në terë, në errësirë, tjetrin në dritë. Cilin nga këto do rritet? Përgjigjen nga. Ai i errësirës patjetër. Ja. Jo. Ja, sepse jo, të jap argumentin tim, sepse ai dritës jam dakord, domethënë që një nga ushqimet është, domethënë po them drita, përveç se ajri, drita, dielli etj. Dhe fotosinteza, patjetër pjesa shkencore. Ama ajo çka ne si masoneri, sepse mu bë pyetja si mason dhe si Jo, pyetje, shiko. Jo, dakor, unë jam mësuar të gjykoj kështu. Edhe thjesht më edhe pak. Kemi dy ujgjëra. Njëri është në errësirë, tjetri është në dritë. Cilin nga këto do rritet? Padyshim, thash që ai që është në dritë do rritet, por thash ai do rritet ai që ti do ta ushqesh. Dakor, në tricky question. Do rritet ai që ti ushqen. Dakor. Është fiks ajo që fol me bashkë, por që ti në qoftë se do ta ushqesh të keqen,
do rritet e keqja. E qartë. Me qoftë se në ti rregull, e do të ushqen shpjegoj. Unë e kisha në të mirën, do rritet e mira. Në metafizik, në vështirësinë, e bën më të zotin vështirësia në këtë aspekt. Dhe kjo që the, ke shumë të drejtë absolutisht, dhe unë e shikoj gjithmonë këtë lloj problematike dhe këtë lloj mos ndërgjegje të pastër që njerëzit ushqehen dhe kërkojnë të bëhen, pra është shumë bukur që në masoneri, për masonerinë besojnë çdo gjë, vetëm atë të vërtetën jo. Vetëm atë të vërtetën jo. Misteri të rek, Vetëm të vërtetën jo. Dhe të thash, mua më ka ardhur me kosto. Më ka ardhur me kosto dhe jam përsëri i gatshëm të vazhdoj misionin tim dhe nuk më bën përshtypje. Po tani logjiko diçka, që pse masonët dhe ditës pavarësisht në botë që ka një kulturë tjetër, ata kanë bëjnë paradat e tyre, kanë flamujt e tyre, kanë selit e tyre, dhe e kanë më të kollajt dhe në koncept, sepse thash shoqëri sa më të vogla, aq më të izoluara dhe konspiracioni zhvillohet më shumë. Janë të prirur ndaj të fshetës, ndaj mistikes e tjerë e tjerë. Ndërkohë shoqërinë të mëdha të hapura e kanë më të lehtë dhe kanë dhe një traditë dhe një kulturë tjetër masonike. Ama llogarit që dhe soi sa i dite masonët kanë shumë të vështirë të shfaqen, sepse ti do fillosh, do i gjykosh, do i paragjykosh dhe do i dëmtosh. Dhe kush është ai që merr përsipër të bëjë këtë gjë? Do thuash, ti pse e ke marr? Unë e kam marr përsipër këtë mision për diçka më të madhe se veten. Duhet dikush do e bëj. Duhet dikush i cili është, po them, në pozitën time. Po them, qoftë edhe personale në kuptimin e një njeriu që nuk ka ndërtuar, po them, familjen e tij, pra sepse ndryshe ti je me gru dhe me fëmijë, më kupton? Se edhe fëmijës ke shkolla e tjerë do fillojnë të shohin ndryshe, më kupton? Ndryshe është kur ti varesh, do me thënë, vetëm nga jo rroga shtete kur s'ke, po them, background biznesi, familjar e tjerë siç kam unë, dhe shumë arsye të tjera që unë e kam marrë përsipër këtë mision, dhe kur unë kam bindje në këtë mision, kur unë të argumentoj këtë mision, dhe kur unë jam i përgatitur për çfarëdo lloji, si them, konjektacioni apo feedbacku negativ që mund të marr nga ky mision, po kur unë di me shpirt, me mendje, me trup, që po flas për një gjë që unë e shoh dhe prek për ditë, dhe është një gjë e mirë që në Zanafill dhe deri më sot dhe deri kur të mbaroj misioni i pambarimt i masonerisë, unë e di për çfarë po flas dhe unë i drejtohem popullit tim dhe me zë dhe me figurë. Nëse dikush mund të mendoj që ky ka probleme me ekuilibrin, mendoj ky është tjetër problem. Më kupton? Ama unë e kam për detyrë që atë gjë që unë e di dhe që e prek për ditë, unë të transmetoj njerëzve të mi. Dhe ky është një mision, nuk dua të blasfemoj të misioni i shenjtë, por ama është një mision detyrë qytetare për një gjë që unë e bëj. Ti për vetë e ke dhe unë nuk po flas, dhe unë e kam të sinqertë dhe unë nuk po flas. Jo, e ke ti për vetë e ke mision të shenjtë. Padyshim. Pra, nuk jam në kufi, po them, të martirizimit, por vërtet kam pas shumë vështirësi në jetë lidhur me këtë gjë. Më kupton, duke filluar që nga institucionet lizbatuese, që shikojnë ndryshim dhe mos harroj që unë jam zyrtar i shtetit shqiptar, që ke sulme direkte që më kanë ndodhur jashtë në Europë, sepse ne të paktën si popull jemi popull i mirë dhe kemi atë, siç kemi tolerancën fetare, kemi dhe tolerancë tjetër në këtë aspekt, por dhe e gjithë kjo energji negative që njerëzit transmetojnë dhe me këto anonime, dhe me sharje, dhe me fyre, dhe me mallkimet, nuk të bën gjithmonë të ndihesh mirë, sepse si e ke dhe ti mundin tënd në atë moment, ti ke qenë në një program, në një TV show të madh dhe ti ke ndier vetë këtë, se jo të gjithë kanë dashur, padyshim. Më kupton? Kështu që ndërkohë që neve nuk ngrem krye ndaj atyre kriminalëve, ndaj atyre që godasin për ditë shoqërinë, godasin për ditë individin, dhe neve shajmë e mallkojmë disa njerëz që flasin për një gjë që është aq shkencore, aq teknike, aq ezoterike, aq bamirësie, aq prohumaniste. Fale përmend por familjen. Ti për vetë je familjar? Jo, unë do me thënë kam prindrit e mi dhe unë do me thënë statusi im është beqar, statusi zyrtar. Kështu që kjo gjë më favorizon në këtë mision, si të them, sepse ndryshe vinte me tjetër feedback dhe tjetër përgjegjësi, për të cilën ti mund bash përgjegjësi për veten tënde, po s'mundet ti të vësh në siklet. E kuptoj personin tjetër. Me të po kështu nga ajo është i mall, si mal
trupin Herkuli. Faleminderit. I veshun stil gjithmonë. Edhe besoj lidhje me masoneri, unë gjithkohë në shtet besoj vetë besimin të jetë shumë nalt, besoj unë, kupton? Po për mrena Marin, si e për mrena? A je i mushën, me fjalë se ka raste që pamja, ne ngrejmë një figurë, ngrejmë diçka, por ka shumë persone që për mrena janë shumë tërmum, edhin, ti personisht, si e për mrena? Më beso, jam vërtet shumë plot. Jam vërtet shumë plot, sepse thash, unë besoj në Zot, në komb dhe në njerëzim. Shtyllë kryesore, thash, kam familjen, që thash, jam rritur mirë. Dhe është shumë rëndësishme kur rritesh mirë, dhe kur rritesh me dashuri do të them mirë, nuk është shumë e rëndësishme ana financiare, por kur rritesh në një familje, nënën e kam shkrimtare, babain e kam mjek, familje intelektualësh, jam rritur me përkujdes dhe me dashuri, jam rritur gjithmonë me besimin në Zot, dhe besimi në Zot, siç e thash, është ajo shpresë, është ajo siguri që ti ke nevojë. Kam qindra milion vëllezër mason të përbetuar në armë e quaj, do me thënë në kuptimin metaforik, por dhe fizik, që t'japin siguri të cilët janë në të gjitha fushat, në të gjithë dimensionet, në të gjithë bar globin të shpërndar. Kam shumë miqësi, kam shumë shoqëri, s'kam shkelur kur ligjin, si kam rënë kur kujt në qafë, dhe s'kam shkelur asnjëherë kishë xhami. Pra këtë marini si shohem për jashtë, ashtë ta marini për mbrapa. Absolutisht dhe për brenda. Thash, mundohem të bëj mirë, mundohem të predikoj mirë dhe të bëj mirë dhe të jap shembull për mirë. Thash, nuk di të kem rënë kur kujt në qafë dhe të kem bërë keq me dashje dhe me dijeni, më kupton? Dhe e gjithë kjo dhe fal thash rrugës që kanë shtruar vullneti i hyut dhe puna e palodhshme e familjarëve, e brezave, por dhe imja modesta, e sa kam pas mundësi, jam vërtet mirë miku im, dhe sigurisht jeta ka pasur shumë sfida, ka pasur vështirësi njerëzore, do më ka çuar gjithmonë fati në buzë të greninës, po kur nuk më ka hedhur. Dhe për këtë jam shumë mirënjohës. Je marrë një nga ato personat që unë sinqerisht ta them do kisha pas dëshirë të kem shok, o do kisha pas dëshirë të diskutoj me ty, sepse diskutimet këto diskutime kam shumë qefa, kupton? Edhe jo vetëm tem podcast të bëj pyetje, bën përgjigje, por edhe një kafe diçka që ky muhabeti të vazhdojnë më shumë e madh, do kisha pas shumë dëshirë të kem shok. Faleminderit, me shumë kënaqësi, kjo është reciproke dhe unë kam vlerësim të jashtëzakonshëm për ju, sepse ajo që vura re në diskutimin tonë dhe para minuta para podcastit ishte pjesa njerëzore. Ne duhet kuptojmë që duhet falim më shumë dashuri, sepse jeta është shumë e shkurtër, ai dhe i gjatë. Edhe duhet jemi të gatshëm marrin që duhet jemi të gatshëm që t'i japim diçka për atjetën, sepse ne si natyrë, si njerëz jena gjithmonë jena pak si griti, do na vesh me marra, do na çfarë bën Marini sot për mua. Jo, çfarë bën ti për Marinin. Pikërisht. Do të japim shumë, do të japim shumë që të presim diçka. Padyshim. Në qoftë se do të ishte mund të kalosh 24 orë me një person. Kush do ishte ai? Me fjalë, edhe nga ato që kanë nga historia, nga gjithë. Vetëm nëna ime, askush tjetër. Thash, unë respektoj figura dhe unë mitizoj vetëm, thash, familjen time, nënën time, do më vetëm me nënën time Doria. Që kam në shtëpi, që kam mirë e bukur, vetëm me këtë do më kam, ajo është figura ime më rëndësishme e jetës, që këndvështrimi, do në qendra e universit tim. Ti ke nga historia, diket... Nuk jam, do me thënë, si të them, Po pse nuk për shembull, Adolf Hitler, nuk do ishe Fidel Castro, nuk do ishe pak kurioz ose për shembull këto që ja këto të them. Pretendoj shumë shkurt filozofike, pretendoj se njoh mirë veten. Dhe duke njohur mirë veten, pretendoj se njoh mirë qenie njerëzore, për vete dhe eksperiencën dhe studimeve dhe leximeve dhe eksperimentimeve ideologjike të koncepteve në kohë, por dhe të qasjes tim me gjë. Dhe kam kuptuar që kjo botë
aq sa duket në kaos, aq është e rregullt. Dhe të gjithë këto figurat që përmenda po dhe figurat të tjera janë figura konceptuale, të cilat unë i kuptoj mënyrën e mendësisë së tyre, duke vendosur veten time, duke reflektuar veten time në pozicionin e tyre, me thash unë jam lëvrues i historisë, me informacionin që kemi apo dhe mund të mendohet për ta, dhe të them të drejtën nuk kam kuriozitet për ta. Nuk kam vërtet kuriozitet për ta, pra ashtu. Sigurisht ka gjëra shumë egzotike, jeta tyre ka ashtu, por nuk kam një gjë të fortë si të them, ndërkohë që ata që kanë dhënë jetën për liri, për kombë dhe për flamur, janë figurat e mia më inspiruese dhe më mitologjike. Me Isa Boletini vesh. Me Isa Nuk Boletini, do kishe kanë interesante të din kalosh 20 orë me Isa Boletini. Sigurisht. Do me thëmë, Baca Nis, patjetër, shumë interesante do ishte, sepse dhe thënjet e tij dhe qëndrimi i tij, madje do me thënë dhe përfaqësimi i tij që ka bërë në nivel ndërkombëtar, ku të gjithë shkonin me kostume kollar, mos harroni janë dhe diplomat, do me thënë me plisin, do me thënë dhe me revolverin, do me thënë të vënë në brez, do me thënë që nuk e dorëzoi kur dhe në protokoll, do me thënë, pra këto janë, po do me thënë, me njëri, do me thënë, me shumë përulësi dhe me shumë trimëri, me shumë atë dashuri, do me thënë figurat e jashtëzakonshme. Sozit. A ekzistojnë sozit edhe a përdoren atë shumë në sa ka, apo është thjesht iluzion, sepse po nëgjosha një video të vogël të Alfred Çakos, që Alfred Çako po thote për Donald Trumpin, nuk është kë, është sozia ti. Opden. Të gjithë liderët e mëdhenj, dhe sidomos në periudhat, ata që kanë qenë si them diktatorët kryesisht, kanë pasur gjithmonë sozi, sepse figurat më të diskutueshme kanë qenë dhe më të rrezikuara. Sa më i madh pushtetit më të rrezikuar, dhe rreziku më i madh është rreziku i brendshëm. Padyshim, dhe sot flitet për liderët e mëdhenj, domethënë botror, që kanë sozit e tyre. Me fjalë sozit përdoren, arsyet që përdoren ato, është sepse jenë në rrezik edhe në qosa është shkurt, qosa më vra, vritet sozia më së vritet mund. Patjetër. Kjo është ajo. Patjetër. Me fjalë ka edhe bëhen të gjëna. Bëhet, patjetër. Nuk është ta në Jo, madje njihen dhe me protokolle, domethënë që këto bëhen sozit patjetër. Ka nga ata, domethënë, po flasim më tepër në kohrat e luftrave, në kohrat e, më kupton, ato kanë qenë periudhë sozit dhe lider autokrat shumë të mëdhenj dhe shumë fuqishëm kanë qenë ata që kanë pasur sozi. S'kam po herë të qesh. Kam po shumë intervista të tuja. Po shisha vetë po herë të qesh. Janë tema të tilla, thash që e kuptoj. Ashtu është, ke të drejtë. Janë tema të tilla, prandaj domethënë jam i postuar. A mund dolin pak nga tema, për shembull, Patjetër. si mund të jetë një barcelete thonë nga Marini. Them drejtën jo, nuk para jam natyre e barsaletave, them drejtën jo, nuk më vjen një për momentin. Dosha me të po të qesha. Të siguroj që në takimin tjetër do vi përgatitur, do me thënë me diçka më satirike. A menon, a ka disa informacione, ose që edhe ti, si mason i gradës 33, grada më nalt, nuk i ke ata informacione? Patjetër, sigurisht. Të thash, shpesh herë thonë që masoneria mbart sekrete. Sekretet që mbart masoneria janë sekretet filozofike. Ato gjëra që thash mund t'i mbartësh dhe ti në vetvete pa qenë pjesë e masonerisë. Ama nuk e si konceptet, si të mund ty gjithë qëndërzimi i informacionit që në ndaj me tjere, ky është sekreti masonik. Pastaj është pjesa ezoterike, gjatë shpirtërore, mënyra se si ne konceptojmë, mënyra se si bëhet shkëputja
e fizikes nga shpirtërora, sepse në konceptin e masonerisë që masoni vdes si njeri dhe lind si mason. Në kuptimin që ti fillon humbet atë të qëndësishmen për në njerëzit e përditshëm, të zakonshëm, po ta quajmë apo profan siç njihet, që humbasin lidhjen me fiziken, që fizika nuk ka aq rëndësi në jetën tonë sepse ne jemi energji dhe energjia shkëputet nga materia dhe fillon krijon të tjera koncepte, fillon të domethënë ti merresh me gjërat më të rëndësishme në fakt që janë ato që tham neve, mendimi, filozofia, koncepti, dashuria, pra gjëra që lidhen me energji. Ky është koncepti masonik. Ndërkohë nuk është se ka një sekret në masoneri, ajo çka ne shohim tek filmat të Dan Brown dhe të tjerë. Më kupton? Ama në kohë të tjera patjetër ka pasur, sepse masonët kanë qenë projektuesit dhe kanë qenë arkitektët, duke filluar që në sekretet e ndërtimtarisë të atyre kryeveprave botërore arkitekturore, kishat, pallatet mbretërore etj, deri tek sekretet e misioneve të caktuara që ata kanë pasur për rrëzimin dhe përmbysjen e qeverive apo e regjimeve totalitare të ndryshme. Sigurisht aktualisht në këtë kohë që flasim ti, Marin, ke një mision? Misioni im është që E ke një mision sekret këtu në jo, Shqipëri? nuk ka mision sekret. Misioni im është më se evident dhe më se i hapur që unë ti tregoj popullit tim, njerëzve të mi, atyre që duan të dëgjojnë, ti them se çfarë është masoneria në aspektin historik, filozofik dhe shkencor ezoterik. Kjo është ti informon popullin. Kaq. Por Kam një mision jo, në 20 vjet masoneri, ke pas ndonjëherë një mision sekret në Shqipëri? jo, asnjëherë. Nuk ne thash edhe një herë në kohë paqe, masoneria është thjesht një akademi që përgatit Kohë paqe, a mendon se do të ketë luftë të drejtë botërore? jo, nuk mendoj. Nuk mendon. Jo, nuk mendoj. Bëhet fjalë domethënë gjithmonë për thash ka ardhur kohë që sot dihen fuqitë e mëdha, dihen ku shkon Janë stabilizuar. janë stabilizuar dhe dihet ku e kanë atë dhe është luftë yjesh, nuk mund të ndodhi sepse është ajo që njihet mutual destruction, shkatrimi përbashkësh, ju nuk ndodh. Janë shumë interesa të tjera që nuk mendoj se Për sa i përket Marin, pushtetit si për mene por një reality show që unë ka marrë pjesë. Për shembull, Big Brother është një reality show që unë mora pjesë edhe ba me një gjuhë popullin, që menimit ka populli për Big Brother, populli menon kështu. Big Brother është një reality show që ne si popull votojmë, bëjmë ato tonat, por në fund të ditës është si quhet, jo programi, po në fund të ditës është produksioni ai që vendos kush do ta fitoj Big Brother, është produksioni ai që vendos kë do të eliminoj. Edhe kjo ty të bën me menu. Në qoftë se për një reality show 4 muaj për disa miliona lek, është produksioni që do vendosi se si do shkojnë historia, po pushteti, po qeveria, po kryeministria, si bëhet fjalë për një pushtet të jashtëzakonshëm, si bëhet fjalë për miliona, miliarda, sa mund të ketë produksion si i lun ato fijet mrapa. Nëse diçka shumë e thjeshtë, nuk është reale, kështu si na paraqitet, po kjo tjetra. Padyshim kjo është një teori e njohur, është një teori e njohur dhe madje edhe miku ynë Alfred Sako e klith në për emisione televizive, sigurisht në libra, në filma, kudo i kemi hasur, po them, disa që kanë marionetat e tyre në duar dhe lëvizin fijet e botës, është teori, pra shumë e njohur. Thash në aspektin Vetëm teori? Ja, këtu do them, në aspektin profesional, sigurisht që unë kam parë gjithmonë që ka linja, të cilat janë linja geopolitike. Por ajo që po flasim këtu, sipas teorive, nuk janë linja, thjesht linja geopolitike, por ka individ dhe grupime të cilat kanë interesa. Padyshim, kjo është një gjë që nuk e përjashtoj, pra nuk e di, dhe për aq kohë sa nuk e di, nuk do të thotë që unë e përjashtoj këtë gjë. Dhe realisht,
këtu masoneria distancohet, madje masoneria këtë ka si qëllim që të arrijë atë që ne njohim si rendi i ri botëror. Por rendi i ri botëror në konceptin masonik është vendosja e këtyre njerëzve me vlera të jashtëzakonshme, them si fizike, morale, psikologjike, emocionale, dogmatike, të cilët janë të pa kompromentueshëm. Dhe pse them kompromentueshëm? Sepse në masoneri toleranca ndaj kompromentimit, dhe kompromentimi nuk janë fjalë vetëm korrupsioni, kompromentimi i individit, i qenies, është gjëja më e dënueshme. Dhe në këtë kompromentim askush nuk do guxonte ta bënte, jo për hir të konspiracionit që merr dënime kështu e kështu, por do përjashtohej nga ato, si të them, solidariteti, energjia masonike, dhe kjo i kushton shumë një masoni. Pse? Sepse siç të thash pak më parë, ne kemi qindra milion vëllezër mason në gjithë botën, dhe kjo është një siguri shumë e madhe për individin. Dhe individi projekton në masoneri tek tjetri frikrat e tij, nevojat e tij si spirituale dhe deri ke ato fizike të përditshme, në jetën e përditshme. Kjo do të thotë që çfarëdo nevoje të kem unë sot do më përgjigjet jo një vlla, po qindra milion vëllezër ku do unë ta kem hallin. Dhe unë këtë për asnjë lloj kompromentimi të qenies time nuk mund ta sakrifikoj. Dhe ndaj unë si Marin vet besoj tek masoneria, sepse baballarët e kombeve, ata që kanë ndërtuar njerëzimin dhe këto sisteme administrative që ne kemi sot, kanë qenë mason dhe po e kështu, po në këtë formë është ndërtuar masoneria, por ama me njerëz të përzgjedhur. Dhe kjo njerëz të përzgjedhur edhe njerëz që i duhen njëri tjetër, jo njerëz që rrinë të lart. Dhe këtë unë e them kudo që nuk është, do me thënë, ne quhemi vëllezër. Dhe e them gjithmonë e përdor këtë krahasim. Ti ndoshta nuk do vllajin që ke në shtëpi, që ta ka bën nona dhe baba. Dhe si do duash ti një vlla, po them unë ty në Afganistan, që ti se njeh dhe se ke parë. Ti ka ai nuk do atë. Ti do veten tënde, frikën tënde, nevojën tënde të një dite të projektuar ka ai. Dhe kur ai ka një nevojë në Shqipëri që lidhet me profesionin tim si mjek, si Marin, unë ati nuk i bëj diçka kundra ligjit, ama unë jap shërbimin e tij në 2 natës për kaj unë do i vi, siç duhet i vi çdo qytetar, unë jam mjek, kam bërë betimin e Hipokratit, dhe një ditë nëse unë do kem nevojë, ndoshta jo në Afganistan, në Egjipt, në Kinë, mua do më përgjigjet, aty të Kinës i përgjigjet. Pikërisht, domethënë ky është koncepti. Dhe unë nuk e humb këtë, nuk për asnjë lloj kompromentimi nuk e bëj këtë, sepse e di që do merret vesh dhe do zbulohet. Du më ballon masan. Mirë se ti Ti ke vëllon këto vëllezër e mi. Kështu do të ishte i gjithë njerëzimi. Kështu të funksiononte gjithë njerëzimi është ndërtuar për të qenë Jo, nuk do ishte, sepse, shiko, menimi jem, arsye pse kjo gjë funksionon, është sepse është e kontrolluar, edhe është e limituar. Patjetër. Sikur të kishte shumë, nuk do funksionon. A dyshim. Do të jap një, sepse në bjen nërmen, në Angli, kam jetu në Angli, edhe më ka taku me njoft një gjurish. Edhe po më tregote se, bëmi po këto gjurish, me shembull nuk i kene për burgje, animojnë shumë njëri tjetrin, adin, edhe po më tregote një histori se si këto animojnë njëri tjetrin. Edhe më thotë që, vjen një djalë i ri, më tregon një rast, po të tregote një rast se si funksionojmë ne me njëri tjetrin, edhe besoj se lidhet me masonin. Vjen një djalë i ri, thot, në Manchester ku rishim ne. Edhe ne bëjmë ladhi në sinagogë quhen? Po, sinagogë. Bëjmë ladhi në sinagogë. Edhe thojmë se, shiko, ka ardhur ky djalë i ri, ky ka nevojë për shtëpinë rrallë parë. Çohet një nga ne, edhe thot, shiko, un kam shtëpia, un merrem me shtëpia, un mund t'i gjej një shtëpi këtij djalit. Okej, e gjet me shtëpinë. Ky djalë i ri thot, tash ky djali ka nevojë për punë. Okej, çohet dikush tjetër thot, un jam ai personi që i jap Muloj të portofol dhe mund t'i jap punë këtij djalit. Prap flet, edhe thot, ky djali tash ka nevojë për sepse është beçar, nuk mund ta lëmë beçar, ky ka nevojë për nuse. Çohet dikush tjetër, edhe thot, shikoj se un kam një mes si besoj se është e përshtatshme, edhe mund ta bëjmë bashkë me ky djalin. Edhe më tregon si kjo e gjitha kjo ndodh vetëm për i gjysorët, sepse ne
Nuk mund ta lajm thot këtë personin me ardh këtu edhe mos mi pas. Ky për një gjysoret do gjejnë shtëpinë ku me banu këtu në Manchester, do gjejnë punën që mund ta paguajnë shtëpinë, edhe ka kriju dhe familjen. Kështu të funksionojmë edhe për këtë punë jemi kaq lidhur. Edhe e lidhi edhe besoj në filozofinë time. Kjo është një formë masonerie që unë e xojmë sikur unë sot hi mason shkoj në Australi edhe ke vëllezërit e tu. Dikush do të ndihmoj një formë mënyrë me gjithë punën, dikush diçka në shkelje të ligjit, Po. ai të jep atë asistencë që ai ka në zanatin e vet, në punën e vet. Absolutisht. Ai jep më të mirën e mundshme në çdo orë, në çdo moment, në çdo kohë. Por thjesht është ajo që po më thotë ai që Pra, ne ti ke nevojë për mjekun, ty zot vi polici. po. Më kupton, zot vi juristi, ti do të mjekun vlla. Dhe mjeku do të vi. Se duhet bëj, se ne thotë e kemi kod, e kemi moral, nuk bëhet fjalë ky person do të me orën në sinagog, edhe me dal po për mush, nuk bëhet fjalë, sepse jemi shumë edhe dikush nga ne do t'ja kryejmë Këtë gjë ti nuk e humbet dot për asgjë. Për asnjë shifër nuk e humbet dot të gjë, nuk çedon gjë, sepse do të merret vesh. Dhe do humbasësh të gjithë benefitet që ke. fitet. Dhe ty si intereson. Sepse çfarëdo përfitimi tjetër ajo, kjo është më e madhe. Kjo është ideja. Prandaj vendosja e këtyre njerëzve, siç kanë qenë po them Abraham Lincoln, George Washington etj, janë siguri. Sepse një formë i ke krahas I ke gjitha, nuk ke ti makutëri, nuk ke ti nevojë për gjë. Nuk ke nevojë për gjë, sepse tash janë të siguruara dhe ti je vetëm në altruizëm në të bërë gjë dhe ti nuk kompromentohesh, nuk çedon. Më kupton? Të thash dhe një herë, a ka qila njerëzore është e çedueshme, është e kompromentueshme, padyshim. Thash vetë masoneria në dy raste, te pi duhe, propaganda duhe, dhe Italis çedoi. Sigurisht u distancua, sigurisht ishte ajo që izoloi, përsëri u vetë izolua, sepse krijoi ta quajtur famkeqe mafian italiane, mafia moderne. U krijua nga pi duhe. Si ka pas kush mafia italiane? Cosa Nostra është pjesa që shkoi pasaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe, më kupton, dhe në një rast në Francë, ku bëri gërshteti, u kompromentuan, po them, ushtarak, generalët, dolën tanket në ashtu etj, pra, po një gjë, po në të dy raste ishin të izoluar dhe masoneria të distancuar. Pra, ndodh se jemi qenë njerëzore. Tani të thash, miku im, unë flas për gjëra të prekshme, të logjikshme, historike, filozofike, ezoterike. A ka gjëra që mund të jenë dhe unë si di, mund të ketë. Të filloj unë tani të fantazoj, po sikur kështu e, po sikur ashtu, më kupton, i bie të mos jetojmë. Më kupton, unë them për gjëra që i shoh dhe i pre. Kupton? Të thuash ti po mos ti je manipuluar, po mos ti je tashi, më kupton drejt, unë ne po flasim për gjërat logjike dhe të prekshme, që unë si marim vet, unë nuk kompromentohem, dhe pse s'kompromentohem, sepse 1-2-3 arsye po t'jap. Nëse më vën nesër ashtu do thoshi po mirë mund të marri ty dikush nesër të thotë nuk ka kush, sepse masoneria nuk ka një drejtues. Nuk ka masoneria një drejtues. Më kupton, nuk është se është dikush që do të detyroj mua apo në vllazëri të detyrojnë të bësh sakrilegje, të bësh sakrifica, të nxjerrësh një sekret të shtetit apo gjë, nuk ka, sepse nuk ka lidhje, kujt i duhet ai sekret. Masoneria thash janë filozofë, shkencëtar, sekrete kujt i duhet. Jo, nuk i duhet informacioni apo shtet. Nuk i duhet, nuk funksionon, ndaj po them, pra ndryshe nga ç'e mendojnë njerëzit. Më kupton, nuk funksionon, më jemi siç jemi këtu bashk, më kupton? Thjesht i gjimdhemi një tjetër. Vlla i mason, nuk ka asnjë mekanizëm të më kontrollosh mua. Nuk ka asnjë mekanizëm ti të më nxjerrësh mua diçka që unë s'dua ta them, dhe që s'kam se ta them, dhe që s'lidhet gjë me ty. Edhe këtu populli fillojnë dela teoria. Nuk është se ke njëri mbi vete ti mbi kokë, apo një grup mbi kokë, apo si ke filmi Ice Well Shot që të dalë ata me thotë, ato janë, do të them, pra, a ka organizata të tilla në botë? Mund të ketë, po s'ka lidhje me masonerinë. A ka organizata që drejtojnë botën ndoshta sot? 13 familje, 300 komitete etj, mund të ekzistojnë, po s'ka lidhje me masonerinë dhe unë për një gjë që unë nuk e di. Që masoneria është diçka tjetër, nuk e di më. Po. Kupton? Ka thash njerëz si besojnë në Lucifer pafund. Jo, po ke institucione që besojnë në Lucifer, kisha luciferiane. A ka njerëz, a ka grupe vrasësish? Ka pafund.
A ka grupe, ka nga gjithë llojet e grupeve, po s'ka lidhje me masonerin. A ka grupe sekrete, a vishen me pelerina, me maska, vishen si dushti, po s'ka lidhje me masonerin. Ndaj, unë këtu distancoj masonerinë, jo, masoneria nuk ka lidhje me filmin këtë, apo me atë film, apo me Dan Brownin, apo nuk kanë lidhje. Ato janë gjëra fantastiko shkencore, janë gjëra artistike, janë shumë bukura për t'i pa, madje dhe unë i postoj her pas here gjithmonë atë e kam ato janë gjëra të bukura dhe ashtu dhe ideja e fantazisë, mistikës etj etj. Po nuk të detyron kush sepse tash ti sot shpreh dëshirën për të bërë pjesë e masonerisë. Nëse do kalosh, po them filtra gjëra etj do bësh pjesë e masonerisë, të lutem mund të bëjmë një emision tjetër dhe do të pyes unë pasaj ty. Kush e drejton ty, kush kontrollon ty, çfarë sakrifice ke bërë ti, këtë kanë thonë ty me vrar, këtë do vrasësh ti, kush të drejton ty? Ja, unë do me hi. Më kupton drejt. Mu më pëlqen shumë kjo fantazia që kemi në shqiptar. Bano më sa në bosh me lek, mas ma presh të fantazin, tutem shumë. Dhe rregull. Marin, a mund është një këshill, si një burr i rritën, sepse sot rinia duket pak e hupur sot. Një këshill që mund t'ja jepsh një djalit të ri atë. Një këshill pak mëdhe, pak këshill që mund ta ketë. Patjetër. Do vetëm ta zgjas 30 sekonda, 20 sekonda. Në rregull, dakor, falenderoj. Çdo të sa dush, po them që ai person ta marrin mesazhin, se ti çdo të sa dush. Rinia për fat të keq si në Shqipëri, po dhe jashtë, ka probleme shumë të mëdha sociale. Mungesa e arsimimit, mungesa e punës, çmimet e larta, pagat e ulta, problemet me veset, problemet sociale, shoqëria etj, është kaotike. Thash, si këtu tek ne, ashtu dhe në botë, padyshim. Janë agenda të caktuara që unë i kam vënë re, që agendat që ti shikon në përmjet TikTokut, mënyrës se si promovohet jeta e shtrenjtë, jeta luksoze, e cila është një jetë jo reale, se si shikon deviancat seksuale të promovohen në çdo film të Disneyt apo të Netflixit. Dhe i gjithë ky vrull informacioni i cili i vjen këtyre të rinjve i gatshëm nëpërmjet ekranit të madh apo ekraneve të vogla të telefonave, i kalon komplet në një gjendje shoku dhe gjendje depresioni, kur ata shikojnë që prindrit e tyre të divorcuar apo jo, me probleme sociale, duke parë shkollën si armik, duke parë mësuesin si armik, duke mos gjetur punë, po dhe po gjetën punë i duket rroga e vogël në raport me çmimet. Ndërkohë, me llogarinë që bëjnë këta nuk blejnë dot një makinë luksoze, një vi luksoze, nuk blejnë dot ora 200-300.000 euro, nuk blejnë dot makina nga 500.000 euro. Dhe këtu kalon depresion. Sidomos kjo bie shumë mbi mashkullin, sepse mashkulli ne jemi shoqëri patriarkale, jo vetëm Shqipëria, por dhe shoqëria pambotërore. Pra, unë jam habitur me kompani ndërkombëtare të cilat paguhet për të njëjtin pozicion pune më shumë mashkulli se sa femra për të njëjtin pozicion pune, ndërkohë nga krau tjetër përgjegjësia dhe në shoqëri si jona që koncepti është që është mashkulli ai i cili e mban familjen, e mban femrën etj, më kupton? Gjithë presioni bie mbi mashkullin dhe në këtë pozicion mashkulli ndihet i frustruar në karshi një vajze ndaj një femre, por dhe kësaj vajze i bëhet në mënyrë të induktuar lavalshtruri, duke mos e quajtur mashkull këtë njeri që nuk është i Zoti, të siguroj kaq shumë të ardhura që ajo të bëj jetën luksoze të asaj femrës së TikTokut, që ajo femra e TikTokut realisht nuk e ka të jetë luksoze, as e ka parë ndonjëherë, pa ajo e promovon atë jetë për të arritur kuotat në bursë, kanë përfunduar në shitje. Ky është një lloj promovimi i seksualitetit të këtyre vajzave, të cilat botoksohen, të cilat silikonohen, të cilat krijohet një lloj trendi, dhe trendi sot është formati i femrës së silikonuar, është formati i një makine që mund duket si tank, i një G-klasi që quhet, më kupton, që ai që në 78-ën dhe deri sot është po njëta makinë nga jashtë, vetëm nga brenda ndryshon, por krijohet stereotipia. Autoriteti që stereotipia. Krijohet stereotipia, do të ma falësh unë se marr atë makinë. Stereotipia që krijohet. Më kupton çfarë dua të them? Krijohet stereotipia. Kuptoj. Pra, shumë njerëzit e marrin informacionin pa e kaluar në filtra dhe kjo quhet moda, kjo quhet trendi, apo stereotipia që është gjithmonë shumë e rrezikshme. Dhe në këtë stereotipi të rrezikshme
dhe këta meshkuj dhe këto femra fillojnë dhe ushqejnë njëri tjetrin me një ushqim jo real, artificial. Dhe këtu unë besoj në agenda të qëllimshme, destruktive, të shoqërive sekrete apo jo sekrete, të cilat promovojnë të varianti Epstein, promovon pikërisht këtë. Këtu unë besoj dhe këtu unë bëhem krah myslimanëve, krishterëve, skeptikëve, të mirëve, të këqive, kundra të keqes së madhe, që është pikërisht kjo shoqëri sekrete, që nuk është masoneria, por është alla Epstein e të tjerë që po shkatrojnë. Dhe të gjithë janë të prirur ndaj parasë thjesht, të punëve të jashtëligjshme, të prostitucionit ke pjesa e femrës, të degradimi, narkotikët janë bërë zgjidhja e përditshme e rinisë shqiptare dhe pambotrore. Nuk e di nëse i ke parë dhe ato lëndët, po them, psikotrope, të cilat i deformojnë dhe i kthejnë domethënë në zombi në rrugët e Amerikës apo në rrugët e Londrës, i vetë ke jetuar, që janë lëndë psikotrope sintetike, më kupton drejt? Dhe unë e shikoj në kaosin e jashtëzakonshëm. Dhe një problematik tjetër, abuzimi me ideologjinë fetare. Ka agenda të tjera, të cilat abuzojnë me fen, duke i afruar këta të rinj, të cilët gjejnë të ngjashëm, hallexhin të ngjashëm në mendjen e tyre në këto grupime pseudofetare, madje marrin dhe suport financiar dhe suport shpirtëror në për institucione të ndryshme fetare, pa specifikuar, apo pseudofetare, dhe këtu unë besoj përsëri që është dorë agendash. Janë dorë agendash të cilat janë për destruksion të shoqërisë, destruksion të rinisë. Ndaj unë rinisë i sugjeroj është shumë e vështirë, askush nuk do të ndodhej në këtë shoqëri dhe në këtë rini të sotme. Kjo është që thosh, me gjithë kaosi, dohen të gjejnë forcën tek Zoti i vërtet, tek feja e vërtet që predikon mirësi dhe nuk përfiton me lavashtruri, nuk përfiton nga hallet, nga mosha, nga gjendja psikosociale e këtyre të rinjve të deprimuar, të gjejnë të ardhmen të drejtohen shkollës, ai që do të mëson. Me kushet vështira ne kemi, domethënë, që ke të mirët e Victor Hugo se etj që kush do të mëson, të gjejnë rrugën e drejtë që është më vështira, padyshim, ta gjejnë ke puna, ka njerëz, ke plot të rinj dhe të reja. Nuk janë të gjithë të drogës dhe të prostitucionit. Ka plot çifte, ka plot të rinj dhe të reja, të cilët punojnë, jo shumë e vështirë, është rruga më e vështirë. Kuptoj, po është kaos. Është kaos. Është kaos. Por në këtë kaos, një 18 vjeçar në gjën këshillën tënde. Cila do ishte ajo këshilla jote? Të thash, e kam shumë vështirë të jap këshill sepse do jetë thjesht teori. Nuk di vërtet çfarë këshille t'i jap. Përveç se asaj, thash, teorisë së madhe që besimi në Zot, besimi në vetvete, në institucionet ligjzbatuese, në rrugën e drejtë, në familje, në miqësi, në drejtësi universale. Kjo është e përgjithshmja. Sa e vështirë është të arrihet kjo, vetëm besimi në vetvete dhe të kuptoj që çdo gjë që i serviret nga mediat sociale apo nga rrethet shoqërore nuk janë reale dhe nuk janë të vërteta. Nuk janë reale, nuk janë të vërteta. Kur ata sot kanë shëndetin që po diskutonin pak më parë, nuk kanë burgun, nuk kanë smundjen, nuk kanë vdekjen, nuk kanë hasmërinë, ata janë njerëz shumë të bekuar. Dhe të dinë ata hallet e vërteta që kanë njerëzit në mbar globin, mos haro, ti ke Afrikën, ti ke Amerikën e Jugut, ti ke pjesën e stepave të Siberisë, që është po them treçaregu botës që përmenda unë, që nuk kanë bukë të hanë, dhe neve që jemi në mes të Europës, me gjithë të vëtë të bekuar, më kupton? Neve ajo pasaj kalon në çmenduri dhe në paranoj, në qoftë se ne si shoqëri, si individ, dhe më pas si shoqëri të distancohemi nga këto fllucka sapuni, do me thënë, ne nuk do kemi shpresë. Po, zhillnë pra më bura, thujnë ne masone do t'i zhillim, zhillnë se kene problem. Nuk e di, po,
kemi ngez diko. Padyshim. Na duhet Padyshim. ndërhyja Do vindër, masonërisë. do vindër hyrja, për të jesh sigurt. Marin shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit ju të gjithë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju shumë. Vazhdo, shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Respekte.